Ka nisur dje zbatimi i kufizimit të qarkullimit të automjeteve në segmentin kryesor rrugor që lidh rreth rrotullimin pranë poliklinikës me qendrën e qytetit të Lushnjës. Ky kufizim që ka sjellë një kulturë të re në qytet, do të jetë në fuqi çdo ditë përgjatë sezonit të verës nga ora 19 deri në orën 21. Kjo nismë bëhet çdo vit në përpjekje për lëvizjen më të sigurt të qytetarëve, të cilët i kanë bërë traditë shëtitjet e mbrëmjes deri në orët e vona gjatë stinës së verës. Vendimi i bashkisë e shndërron këtë segment rrugor përkohësisht në një shëtitore, duke u krijuar kështu hapësirë më të madhe familjeve, të rinjve dhe vizitorëve që zgjedhin qendrën e qytetit për të kaluar mbrëmjet e nxehta. Për këtë arsye, për të shmangur ngarkesën e cila mund të shkaktojë trafik dhe aksidente, Policia Bashkiake dhe autoritetet e qarkullimit rrugor u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë mirëkuptim dhe të përdorin rrugët alternative. Respektimi i këtij orari është thelbësor për mbarvajtjen e kësaj nisme, e cila synon ta bëjë qendrën e Lushnjës më të aksesueshme dhe më të këndshme për të gjithë banorët gjatë muajve të verës. Qytetarët këshillohen të planifikojnë lëvizjet e tyre duke marrë parasysh këto kufizime, të cilat do të vijojnë të jenë aktive deri në përfundim të sezonit veror.